Dashamir Shej vendosi të largohet nga drejtimi i lëvizjes për zhvillim kombëtar, pasi koalicioni që ai udhëhoqi dështoi në zgjedhjet e 11 majit. Në konferencë për gazetarë, Shej njoftoi dorëheqjen nga posti i kryetarit forcës politike që krijoi pothuaj 2 dekada më parë. Duhet ta pranojmë që Edi Rama qëndron në pushtet dhe arriti këtë rezultat edhe për fajt gabimeve të opozitës edhe të tonin brenda kësaj. Përgjegjësia bie kryesisht mbi leadershipin e partive opozitare, duke filluar nga koalicioni Ne Djathtas për Zhvillim. Dhe me thënë, kjo është një përgjegjësi që e mbaj unë personalisht, që me thënë sharrin e humbjes, edhe për këtë motiv, që me thënë, largohem nga drejtimi i koalicionit. Ndërsa Enkileida Alibeja, i cili krijoi pak muaj më parë Partinë Djathtas 1912, pranoi dështimin në këtë garë elektorale. Dështuan siç duket për ta përcjellë tek njerëzit. Dështuan për të ngjallur besim, për të ngjallur shpresë, për të ngjallur entuziazëm. Dhe ky është një fakt të cilën do duhet ta pranojmë, qoftë edhe për të dhënë një shenjë të mirë pozitive në politikën shqiptare që kur ka mos sukses mbahet edhe përgjegjësi. Dashamir Shej dhe Enkileida Alibeja i garuan në një koalicion të përbashkët në zgjedhjet e 11 majit dhe në të gjithë Shqipërinë ata fituan vetëm 5500 vota. Nëse shohim votën e kandidatëve, Dashamir Shej mori 594 vota dhe Enkileida Alibeja vetëm 306 vota.